Në vitin 1989, një nga krimet më tronditse në historinë e Belgjikës ndodhi në hijen e një qyteti të errët dhe të trazuar. Kryeministri i dikurshëm, Paul van den Boynans, u rrëmbyen nga një bandë e njohur, ku pjesë ishte edhe një shqiptar nga Kosova, Basri Bajrami. Por a ishte ky një akt i pastër kriminal, apo një tentativë për të nxjerrë në pa sekretet e errëta të elitës politike belge? Ky është rrëfimi i një historie të pabesueshme, rrëmbimi që tronditi një shtet të tërë. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori të tilla interesante. Në fund të viteve 80, Belgjika ishte një tokë pjellore për krimin e organizuar. Një ndër bandat më të rrezikshme të kohës ishte ajo e Patrick Hamers, një grup i pamëshirshëm që merrej me grabitje bankash, zhvatje dhe krime të dhunshme. Pjesë e kësaj bande me një qëllim të caktuar u bë edhe një shqiptar, Basri Bajrami. I lindur në Kosovë në vitin 1955, ai u shpërngul drejt Amerikës e më pas në Belgjik në kërkim të një jete më të mirë, ku kaloi 30 vitet e ardhshme. Por jeta që zgjodhi nuk ishte ajo e një emigranti të zakonshëm. Ai u fut në botën e errët të krimit. Bajrami nuk ishte vetëm një personazh në botën e krimit. Ai ishte një biznesmen, një person që arrinte atë që donte me çdo kusht, një njeri që nuk tërhiqej lehtë nga qëllimet e tij. Edhe nëse kjo do të nënkuptonte luftë me një shtet të tërë. Bajrami u bë ortak në një kazino në Bruksel, pasi u mor me disa aktivitete të paligjshme. Mirë po, ai dhe miqtë e tij ishin të pakënaqur me taksat e larta të vendosura nga qeveria belge mbi lojrat e fatit. Ata u ndjen të goditur, disa madje besonin se pas kësaj lëvizjeje fshihej më shumë se sa thjesht një politikë fiskale. Një luftë për pushtet dhe kontroll mbi rrjedhën e parave të zeza. Bajrami ishte i lodhur nga problemet që po i shkaktonin ligjet që kishte vënë në fuqi ish kryeministri van den Boynans. Dhe ai kërkonte një mënyrë për t'ju hakmarrë për këto probleme, e mënyrën e gjeti kur u afrua me bandën Hamers. Ata menduan një plan të çmendur, padyshim ideuar nga vet Bajrami, rrëmbimin e ish kryeministrit belg Paul van den Boynans, një krim që do të bënte bujë në gjithë Evropën. Kryeministri belg ishte një njeri i njohur për skandale, i akuzuar për korrupsion. Ai madje u dënua me 3 vjet burg për evazion fiskal, ndonse me një dënim të pezulluar. Kjo bëri që Bajrami dhe bashkëpunëtorët e tij të zhvillonin një inat personal ndaj kryeministrit belg. 14 janar 1989, Bruksel. Ish kryeministri belg sapo kishte dalë nga apartamenti i tij luksoz. Ai nuk e dinte se një makinë po e priste në errësirë. Ata e kishin përcjellur për 5 muaj me radhë, duke mësuar rutinën e tij. Këtëherë, ai po shkonte të takonte të dashurën, andaj nuk kishte truproje me vete. 3 burra dolën me shpejtësi, njëri prej tyre ishte Basri Bajrami. Në pak sekonda, kryeministri u tërhoq me forcë dhe u fut në makinë. Ata u zhdukën në errësirën e qytetit. 3 ditë pas rrëmbimit, pengëmarrësit nxorën një njoftim në gazetën kryesore të kryeqytetit belg Le Soir, ku kërkonin miliona si shpërblim për ta lënë të lirë. Qeveria belge ishte në alarm. Mediat shpërthyen me tituj të mëdhenj.
Kush e kishte rrëmbyer Bojanancin dhe më e rëndësishmja, pse? Në një bodrum të izoluar, kryeministri qëndronte i lidhur. Ai nuk kishte asnjë ide se ku ndodhej. Vet Bajrami kishte treguar se gjatë përndjekjes ata kishin ndërruar vazhdimisht makinat që të mos binin në sy, kurse pas rrëmbimit në garazhin e ndërtesës ku Bojananc kishte banesën, ata e kishin dërguar rreth 300 kilometra më larg. Këta gangster modern nuk ishin thjesht veprues impulsiv, por mjaft profesional. Ata kujdesën që kryeministri mos t'u dëgjonte zërat e mos t'u shihte fytyrat, duke komunikuar vetëm me anë të shkrimit. Banda kërkonte 20 milion marka gjermane, një shumë marramense për kohën. Pas 32 ditësh negocimi, familja e kryeministrit dorëzoi vetëm 5 milion marka. Bajrami dhe të tjerët panë se nuk mund të merrnin më shumë pa rrezikuar që të shfaqnin veten, andaj u mjaftuan me aq. Bojananc u la i lirë. Bajrami ka treguar se pas marrjes së parave e kishin dërguar pengun në afërsi të një stacioni treni, madje duke i dhënë edhe para për taksi. Bojananc tregoi se në përgjithësi pengëmarrësit u treguan korrekt me të. Ai bëri të ditur se u kishte treguar atyre se kishte probleme me zemrën, dhe duke filluar nga dita e tretë e pengëmarrjes, ata i dhanë rregullisht mjekimin që i nevojitej. Por ndërsa Belgjika merrte frym lehtësimi, historia nuk përfundoi këtu. Pasi morën parat, banda mendoi se do t'ja hidhte paq, por policia belge ishte në gjurmët e tyre. Udhëheqësi i bandës Patrick Hamers, belgu tjetër Philippe Lacroix, si dhe 2 shqiptarët, Basri Bajrami e Murat Kaplani, u arrestuan, duke qëndruar në burg deri në vitin 1993. Në majin e këtij viti ndodhi një ikje spektakolare nga burgu i sigurisë së lartë Saint-Gilles, një ngjarje që duket sikur ka dalë nga bota e filmave. Pasi kishte shpërthyer një trazir në burg, Basri Bajrami, Murat Kaplani e Philippe Lacroix arritën të mbanin peng 4 roje burgu, duke përdorur pistoleta dhe granata dore. Ata kërkuan që brenda portave të burgut të futej një BMW e vjedhur, e cila më pas do të përdorej si mjet aratisjeje. Ata lidhën një roje burgu në çatinë e makinës. Harry Van Ors, drejtori i burgut, dhe 2 roje të tjerë burgu u futën gjithashtu në makinë. Gjandarmëria belge nuk mund të bënte asgjë tjetër, veç se të shikonte të dënuarit të largoheshin nga vendi i ngjarjes me veturë. Më shumë se 200 oficer policie u përdorën për të shuar trazirat e burgut më pas. Të gjithë pengjet u liruan po atë natë. Kreu i bandës Hamers ishte transferuar në një pjesë tjetër të burgut, duke mos arritur të bashkohet në ikjen e bashkëpunëtorëve të tij. 9 ditë më pas, ai bëri vetvrasje në burg. Policia belge ishte e turpëruar. Si kishin mundur këta kriminal të njohur të zhdukeshin nga një prej burgjeve më të sigurta të vendit? Bajrami nuk u kap për 2 vite të tjera, duke qëndruar i fshehur në Maqedoni. Ai zgjodhi Maqedonin pasi Belgjika nuk e njihte ende si shtet, andaj nuk kishin marrëveshje ekstradimi. Megjithatë, në vitin 1995, ai u kap nga autoritetet maqedonase dhe u ekstradua në Belgjik. Tani mund të thoni, pse ndodhi kjo? Çfarë fitoi Maqedonia nga ky ekstradim? Duket se autoritetet maqedonase e kishin këmbyer Bajramin me njohje të shtetit nga Belgjika, e kjo njohje erdhi një muaj më vonë. Bajrami në vitin 1996 u dënua me burgim në Belgjik, por historia e tij nuk përfundoi këtu.
Në një kthes të papritur të fatit në vitin 2004, Basri Bajrami u ekstradua në Kosovë dhe atje ai u lirua. Shumë njerëz besojnë se ai kishte lidhje me qarqe të fuqishme në Ballkan. Të tjerë thonë se ai u përdor si një mjet për të zbuluar të vërteta që askush nuk guxonte t'i thoshte. Historia e rrëmbimit të Paul van den Bojanans mbetet një nga misteret më të mëdha të Belgjikës. Ai ishte ky thjesht një krim për para, një veprim për hakmarrje, apo një përpjekje për të zbuluar një rrjet të errët që askush nuk guxonte ta prekte. Sipas burimeve të mëvonshme, edhe në atë kohë ekzistonin dyshime se Bojanans ishte i përfshirë në një rrjet pedofilie që përfshinte emra të mëdhenj të politikës belge. Por këto pretendime nuk u provuan kurrë. Paul van den Bojanans u emërua si një pedofil i implikuar në aferën më të madhe Dutroux në librin Dosja e pedofilisë. Pretendimet e bëra në atë libër të vitit 2001, vit në të cilin vdiqe dhe vet Bojanans, shkaktuan një padi për shpifjen nga të afërmit e ish kryeministrit. Në vitin 2023, Anek Lukas, një mbjetuar e trafikimit seksual të fëmijëve, emëroi van den Bojanans si një person që ishte në krye të një rrjeti pedofilësh belg në fillim të viteve 1970. Sot Basri Bajrami është një njeri i lirë. Ai rrallë flet për të kaluarën e tij, por një gjë është e sigurt. Pas këtij rrëmbimi, shumë dosje u mbyllën, shumë të vërteta u zhdukën dhe disa njerëz kurrë nuk e morën drejtësinë që meritonin, por kjo ngjarje mbeti në histori. Shqiptari që dridhi një shtet të tërë dhe e la pa frym për më shumë se një muaj. Çfarë mendoni ju? Ishte ky thjesht një akt kriminal apo diçka më e thellë? Lini mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë histori tronditse nga e kaluara.